S'pari dua të them që këto përsëritjet e seancave janë për turpin e botës, domethënë këto, siç na ka thënë ambasadori gjerman, nuk ka ndodhur ndonjëherë në historinë botërore që të ketë kaq shpesh seanca dhe seanca pa asnjë kuptim, pa një vizion. Megjithatë, se po janë ndërpres, edhe në Gjermani ndodhi për herë të parë mas 60 vitesh apo 70 që nuk u zgjodh kancelari në raundin e parë, kështu që. Po, mirë, po, ajo ishte një herë, nuk ishte 21 herë, ta them ashtu. Dhe ku ta marrin meset ta konsolidojmë demokracinë sa Gjermania. Mirë, po siç e thash, kjo është për turp, nuk shoh ndonjë shtek dali. Unë personalisht e kam një shqetësim të heshtja e amerikanëve përballë gjithë kësaj, sepse jemi mësuar se në të kaluarën gjatë formimit të qeverive, duke qenë se Kosova është një demokraci e re, amerikanët kanë qenë goxha të përfshirë dhe kanë ndihmuar në formimin e koalicioneve të ndryshme, ndërkohë që tashmë shohim një heshtje totale të Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe as më tepër kur s'kemi fare ambasador amerikan në Kosovë. Dhe kjo loja që vazhdon kështu, të them të drejtën, nuk shoh ndonjë fund, se nuk e kam as vetë të qartë se si do bëhen një koalicion, sepse jemi shumë larg fatkeqësisht. Mendoni që mund të jetë vjeshta në mendjen e Kurtit fundi i gjithë kësaj loje të madhe për t'i bërë dy palëzjedhje për një herë? Të gjitha opsionet janë të hapura, mirë po humbëse në këtë rast janë qytetarët e Kosovës, sepse nuk e kemi luksin ne që të mos kemi institucione, sepse fundja shteti ekziston kur ekzistojnë institucionet. Momentin që nuk ke institucione, atëherë s'ke as shtet. Dhe gjendjen e për cilën është duke kaluar Kosova, rritja e çmimeve që është e paparë ndonjëherë në historinë e Kosovës, sot ke një kafe 2 euro në Prishtinë që është ndoshta më shtrenjtë se sa në Ljubljana apo në Beograd apo në Tiranë, dhe ke një burek që është 1 euro 70 cent, që s'ka qenë asnjëherë, domethënë. Në qershorin e 2020 s'ka qenë 50 cent, ndërkohë që tashmë kemi një burek kushton 1 euro 70 cent. Pa i llogaritur këtu e çmime të tjera. Dhe askush s'merret fare me të. Dhe kjo gjendje, kjo amulli vazhdon. Nuk është që edhe partitë që në të kaluar ishin opozitare, nuk është që bën ndonjë opozitarizëm, ta them ashtu, në momentin që u rrit çmimi i energjisë në prill, nuk patëm ndonjë protestë apo ndonjë pakënaqësi qytetare për të bërë me dije pushtetit që jo zotëri, rritja e çmimit të rrymës e dëmton ekonominë e Kosovës, e shpopullon Kosovën, siç po ndodh shpopullimi i frikshëm në Kosovë. Mirë po nuk patëm ndonjë reagim dhe kjo është shqetësuese, sepse një demokraci konsiderohet e konsoliduar atëherë kur ke edhe opozitë. Mirë, ndërsa opozitën që e kemi në Kosovë, pra partitë që deri dje ishin në opozitë, janë tërësisht të heshtura përballë këtyre rritjeve të çmimit të energjisë, dhe ç'është më e keqja, janë të heshtura përballë këtyre mega skandaleve që kanë filluar të publikohen të hajnisë energjetike që kanë ndodhur dhe që po ndodhin në Kosovë. Pra që i bie që si partitë opozitare ashtu edhe partia që ishte në pushtet me një farë mënyrë janë të kapura nga këto mega skandale dhe nuk janë të zhurmshme asnjëra ndaj njëra tjetrës fatkeqësisht. Zoti Hodi, përballë kësaj situate se ne kemi edhe në Tiranë qeveria, pra Rama mori mandatin e 4, por në Kosovë përballë kësaj, mendoni që duhet t'i bijem kalit të ngordhur, pra kam fjalën këtu për opozitën që nuk arriti të formoj dot marrë shumicën, apo duhet merremi me Kurtin që po e bën këtë? Pra si është perceptimi qytetar? Perceptimi qytetar, ndërgjë, në Shqipëri është fakt që nuk fitoi opozita, mirë po edhe ajo opozitë që ishte në Shqipëri, të them të drejtën, ishte shumë e zënshme, pa marrë parasysh efektet sa i arrit, ishte shumë e zënshme se sa opozita në Kosovë. Dhe partitë politike në Kosovë, këto që ishin në opozitë, kanë marrë një leksion nga Shqipëria. Një leksion të mirë, ta them unë, sepse nëse je në opozitë dhe s'bën asgjë për 4 vite, atëherë çfarë pret për ta marrë pushtetin? Domethënë është e pamundshme. Pra nëse
patëm një opozitë në Shqipëri sa do të goditur dhe nga amerikanët dhe nga konjunkturat të ndryshme ndërkombëtare, e cila megjithatë nuk u ndal as në kuvend, ndonjëherë pati protesta, jo me numër të madh, them ashtu mirë, po megjithatë s'u ndal. Ndërkohë që në Kosovë opozita as pati protesta, as të lidhe me çmimin e energjisë elektrike zbëri asgjë, domethënë patëm një komision parlamentar për ambasadorin e Kosovës që është në Kroaci, Martin Berishaj, dhe ishte për të qarë ai komision parlamentar, domethënë s'pati asnjë kritik ndaj ambasadorit, asnjë gjë, ndërkohë që çmimet shkuan në qiell në Kosovë dhe opozita ngeli me ato aktivitete, ta themi kështu simbolike në kuvend dhe zbëri fare opozit. Prandaj jemi në një situatë pashtekdale.